Këngëtarja e njohur Soni Malaj ka ndarë një moment mjaft të sinqertë dhe personal gjatë qëndrimit të saj në ferma Vrapë. Në një bisedë të ngrohtë në Malborën, artistja ka folur hapur për të kaluarën e saj dhe marrëdhënien me ish bashkëshortin, duke zbuluar detaje nga dinamika e tyre si çift dhe si prindër. Me tone nostalgjike, ajo kujtoi periudhën kur ata ishin bashkë, duke theksuar afërsinë dhe harmoninë që kishin ndërtuar, pavarësisht debateve të zakonshme. Merë lajme ekskluzive në Hapsap, doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin ton në Hapsap duke klikuar këtu. Gjatë bisedës, Soni u shpreh, ka qenë balerin dhe aktor. Kemi bërë dancing with the stars. Mbyteshin duke u zënë por shkonim shumë. Ne kemi një raport shumë të mirë për shkak të vajzës. Madje njëherë kemi shkuar tek një estetiste këtu në Shqipëri dhe ajo na tha, me ju pa, ju nuk dukeni të ndarë. Por kujtohet tragjedia e Otrantos, përlotet ministrja Ismaili, ka lënë një shenjë që nuk mund të zbehet kur sot ndryshon ora, por ndoshta nuk e dinit këtë gjë. Ja çfarë duhet të bëni për herë të parë. Jemeni ndërhyn në luftën midis Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit përmes këtij rrëfimi. Këngëtarja la të kuptohet se pavarësisht ndarjes, ata ruajnë një respekt të madh të ndërsjellë dhe një lidhje të veçantë që buron nga prindërimi i vajzës së tyre. Ajo tregoi një pjekuri të thellë emocionale, duke dëshmuar se përvojat e së kaluarës dhe kujtimet e bukura vazhdojnë të kenë një vend të rëndësishëm në jetën e saj, ferma Vrapë.